Sa ishin në fakt zgjedhjet lokale të 12 tetorit që historikisht janë konsideruar si zgjedhje të ndara nga ato nacionalet, një mesazh për të gjithë dinamikat e zhvillimeve politike në Kosovë. Do të përpiqemi të kuptojmë diçka më tepër. Kam kënaqësi të kem në këtë bisedë zonjën Makbule Shkodra, analiste. Ju përshëndes, faleminderit. Përshëndetje Avi, faleminderit për ftesën. Zonja Shkodra, në fakt këto zgjedhje vinë në një kontekst dinamik politik, në një kontekst të ngarkuar. Vendi nuk e ka ende qeverinë e re pas 9 shkurtit, ndaj këto zgjedhje morën edhe një peshë specifike. Mendoni se këto dy zgjedhje apo vullneti i qytetarëve lidhet me njëra tjetrën dhe sa ka ndikuar mbi të gjitha ajo se çfarë ka ndodhur me dialogun strategjik Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë proces dhe mënyrën se si qytetarët kanë hedhur vullnetin e tyre në kutitë e votimit? Është e vërtetë ajo që e tha në fillim, do të thotë ne patëm zgjedhjet lokale dhe jemi ende në procedurat nga zgjedhjet nacionale, ende nuk ka përfunduar ashtu procesi, pra ende Kosova nuk ka institucione, pra nuk ka kryeministër të zgjedhur, është mandatuar, por ende nuk kemi institucione. Unë pajtohem me atë që zakonisht po themi këtu në Kosovë që zgjedhjet lokale dhe ato nacionale dallojnë mënyra si qytetari voton dhe me çka e lidh atë interesimin e vet. Por mos të harrojmë, për herë të parë në Kosovë po janë mbajtur zgjedhjet lokale në rrethana shumë specifike të situatës me nivelin qendror. A dhanë qytetarët e Kosovës një mesazh për po themi qeverinë qendrore që është në këtë ngërç politik që prej 9 shkurtit. Unë vura re për shembull një detaj që lidhej me pjesëmarrjen në zgjedhje. Ishte pak më e ulët. Është një lloj forme proteste kjo, sepse edhe të lodhur janë nga kalimi në zgjedhje dhe pritshmëritë për mbajtjen e zgjedhjeve të tjera. Ajo madje po i lodhë dhe më shumë se ndoshta mund të shkojmë përsëri në zgjedhje. Është e vërtetë që qytetarët kanë pasur do të thotë një dalje më të ulët krahasim me ato daljet e kaluara, mirë po njëkohësisht bëre që edhe partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje, po edhe këto partitë e ish opozitës nuk janë se të gjithë janë të kënaqur me rezultatin. Në fakt pritjet e mia kanë qenë që ndoshta Lëvizja Vetëvendosje do të penalizohet më shumë me votë, mirë po ja që ajo tani më i ka 3 komuna që i ka fituar pa balotazh dhe ka një numër të madh komunave ku është e dyta, që kjo tani po më bën të mendoj që si është pra e mundur që pas sanksioneve të BE-s, pas pezullimit të dialogut me SBA, megjithatë Lëvizja Vetëvendosje nuk është penalizuar me votë siç është pritur. Tani, ndoshta ata e konsiderojnë që janë penalizuar se kanë pasur pritje më të mëdha. Ndjes ju ndërpres, po ka një kala e cila nuk u mor, ku u investua gjithë aparati shtetëror, u investuan gjithë strukturat e Lëvizjes Vetëvendosje, që ishte Mitrovica, me një nga 4 deputetët më të votuar të Lëvizjes Vetëvendosje, zotin Faton Peci. Ajo ishte një betejë që Vetëvendosja nuk e fitoi, duket se edhe aty ka një mesazh nga qytetarët për zotin Kurti. Po, aty ka një mesazh, por megjithatë votat e diasporës ende nuk janë numëruar dhe janë diku rreth 40.000, kështu që mund të ketë edhe ndonjë ndryshim, prandaj nuk po ngutem, por nëse fiton zotri Peci, pra kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje, unë e them që nuk janë votat e tij. Votat aty janë votat të Albin Kurtit, pra, nuk janë votat e tij, po populli e votoi përsëri Albin Kurtin. Njëjtë mendoj edhe për në Kamenic që ka fituar Lëvizja Vetëvendosje, votat janë për Albin Kurtin dhe në përgjithësi të gjithë ata që marrin votë në Lëvizjen Vetëvendosje, populli e voton Albin Kurtin dhe të tjerët gjenden në ombrellën e tij dhe fitojnë. Zonja Shkodra, ju falenderoj shumë për analizën tuaj.